Janë të gjithë aty, po të garantoj që aty janë, jo aq, sepse aty janë me mira, qindra dhe mira demokrat, po kjo reale, dhe ju mund shkoni ta vërtetoni. Tani, po, edhe i ftoj prapë të shkoj. Natyrisht, unë admiroj, kam admirimin më të madh për këtë protestë, e para ose më fuqishmja protestë qytetare dhe rinore në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Ata që përpiqen ta manipulojnë, ca opozita, ata duken si miza në atë të kalit që kujton se të heq karrocën, thot Deni Diderot. Zoti Berisha, vetëm për koment. Po xhelozia, ndjeni që një protestë Jo, nuk më ndjej. Jo, nuk më ndjej xhelozi për kuna, jo, nuk ndjej. Pse, ta them. Nuk ka asgjë për kombë më të mbarë, më të bukur se përgjegjësia qytetare. Përgjegjësia qytetare është tipari kardinal i njeriu të qytetëruar, i cili e kupton që nuk ka përgjegjësi vetëm për veten e tij, për familjen e tij, po ka për shkallën, ka për lagjen, ka për rrugicën, ka për vendin. Dhe këtë po e dëshmoj, dhe se kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Unë kur s'mund kem për kundazi, e ndjek me admirimin më të madh. Po ju vetë do t'i vazhdojni protestën? Jo, sepse nuk është partjake, është po të shkoj unë sa do që të them qytetar, po nuk më të bëj Diramën, të them atë që s'është, unë jam partjak. Kjo është e vërteta, dhe unë nuk duhet kur që ato ngjyra që i kanë dhënë qytetar t'ja prekë, dhe s'ka çdo demokrat aty është pas një simbol partjak. Ta respektoj të mësohemi, të respektoj këtë dukuri madhështore të papar në Shqipëri. Lërë sot ajo është i çmendur fashistët. Çfarë kanë me fashizmin ata? Kjo është protesta më paqësore, më e bukur, më paqësore që ka njohur Shqipëria më tope. Ndaj dhe unë, po të mos kisha patur këto funksione, ditën natë do isha aty, por nuk duhet që unë duhet të mbetet ashtu siç është, dhe jam i bindur që do fitoj. Dhe i them Edi Ramës, çfarëdo që të bësh, je i pa shpresë. Ajo lëvizje është ta kapre biletën. Mos harro të kapre biletën. Mos e shtym atutje, mos shpik fashiste tjerë me radhë, turpi madh, qytetarë që protestojnë në mënyrë që nuk kanë këfut një lule. Nuk kanë këfut një lule. Edhe i quhen protesta fashiste, frim fashiste tjerë në radhë. Të në çmendurit e tij është i ka shpërthyer gjithë ajo arkeotipi jetërve të tij dhe i ka dalë Tovolin tani, po edhe sa ditë do ikë. Ju mbështesni idenë e qeverisë teknike? Plotësisht. Sigurisht që ajo protestë ka kërkesa të drejta. Ata janë qytetarët e kanë të qartë që do të jetë vote e tyre lire pa kontrolluar, që do të përcaktoj fatin e Shqipërisë. Dhe një qeveri teknike e cila përgatit zgjedhje të tjera, do të ishte qëllimi më i madh, më i rëndësishëm i kësaj proteste. A ta pranoni ndryshim të kodit zgjedhor së kërkesat e protestuesve? Tani unë kam qenë në negociata dhe kam shprehur që jam plotësisht për listat hapura, plotësisht i qëndroj asaj, qëndroj domosdoshmërisht se disa ndryshimeve rrënjësore, qëndroj për sankcionimin e ndërshkimeve më madhore për krimin elektoral, shpalljen e krimit elektoral si krim kushtetues të rënd, në mënyrë që ajo që ndodhi me Edi Ramën në Shqipëri të mos u përsëritet më shqiptarëve, se ajo është shkatrimtare për vendin. Doktor, pyetja e fundit. Kur të riktheheni në parlament pas disa ditësh, do t'ja bëni ndokujt pyetjen a e kalon dot oqeanin me dash? Do bëni apo jo, vetëm kaq. Pa koment. Tani fryrja ime është të shoh para. Të shoh para
sepse një kapitull u mbyll I jetës time me një betejë të imponuar, por në një betejë në të cilën unë ndoqa me vendosmëri rrugën e mbrojtjes dinjitetit njerëzor, jo vetëm timës, por të gjitha atyre që kishin votuar Po nisi me një pyetje. dhe në kishin me besuar. Mendoj se Edi Rams a do e kalosh apo jo Atlantikun në një kohë kur ai e keni marrë vesh po I përgatit lubis aratisjen. Po I përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara. Janë burime të mirë informuara. Urdhë, sepse mendon se mos po I sjellin në një flet arresti tjetër nga Spaku dhe ajo të gdhijet mes në një shtet tjetër, diku tjetër. Po kjo është tek një informim e kam nga burime të besueshme. E them këtu po. Ja u them këtu burime të besueshme. Nuk them dot 100% vërteta, se po, por burime që në vetvete janë burime të besueshme. Janë serioze. Apo përgatit dhe për vete ai këtë, I garantoj që edhe mrapa diellit po të shkoj, do vi këtu t'jap llogari për krimet që ka kryer.